Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka thënë nga sheshi Skënderbej në Tiranë se Shqipëria ka bërë progres të shkëlqyer me reformat dhe Unioni është serioz në qëllimin për të zgjeruar në kontinent, kryesisht në Ballkan. Mendoj që Shqipëria po bën një progres të shkëlqyer kur vjen fjala për reformat, ato që janë të nevojshme dhe po kështu për ne është në anën tonë duhet bërë, pra nga ana e Europës duhet bërë hapat e dura, pra ju duhet bëni reformat për shembull në sundimin e ligjit, perspektivën e kështu me radhë, por ka një moment politik ku të gjithë duan që procesi i zgjerimit të ndodhë, nuk ka qenë më parë dhe ndërkohë kjo nuk është e nevojshme vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por gjithashtu edhe për Bashkimin Evropian, sa i përket fuqisë vetë ekonomike e gjeopolitike. E pyetur në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi, shefja e diplomacisë së Unionit është shprehur se pret normalizim të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kemi emëruar përfaqësuesin e ri të posaçëm për dialogun dhe presim normalizimin e marrëdhënieve, sigurisht. Gjithashtu, Kallas ka njoftuar se Bashkimi Evropian ka përgatitur paketën e 17 të sanksioneve për Rusinë, të cilët pritet që të shpallen dhe do të zbatohen së shpejti. Kemi paketën, gjithashtu po mendojmë edhe për paketën tjetër, kemi sanksione që kemi vendosur për energjinë për Rusinë, gjithashtu kemi dhe një udhërrëfyes të cilën e kemi propozuar javën e kaluar bashkë me paketën e sanksioneve. Sepse është e rëndësishme që të shkurtojmë fondet për të vazhduar këtë luftë, pra financimet për të vazhduar këtë luftë. Në këtë drejtim duhet na jemi të gjithë të bashkuar, sepse shohim qartësisht që Rusia nuk do paqe.